Sot ishte një ditë jo e rëndomët. Kolonat e automobileve në orët e paraditës arritën nga Podujeva në Prishtinë me nxënës, të cilëve sipas informatave nga vendi i ngjarjes u duhej dhënë ndihma mjekësore për shkak të helmimit. Ardhja e kolonës së automjeteve nga Podujeva krijoi shqetësim dhe brengosje tek qytetarët e kryeqendrës sonë, e cila u përcoll me daljet të tyre në rrugë. Natyrisht as ky rast nuk mbeti pa konotacione politike. Një numër i atyre që bartin të sëmurit ngritnin gishtërinjët në shenjë të fitores, duke përshëndetur masën e tubuar skaj rrugës. Ndërkohë u dëgjuan edhe dezinformata se gjoja uji i pijes në Prishtinë është helmuar, se edhe në disa shkolla të kryeqendrës ka raste helmimi e të tjera. Në mesditë, klinikat e Fakultetit të Mjekësisë ku ishin të vendosur të sëmurit i vizitoi kryetari i Këshillit Ekzekutiv të Kuvendit të Kosovës, Jusuf Zejnullahu. Në orën 13 arriti lajmi për raste të ngjashme në Vučitrn, Lipjan, Mitrovicën e Titos, Ferizaj, Gjilan, Prizren e Gjetiu. Më vonë arritën informatat se në Podujev pati konflikte në baza nacionale, se u rrahën disa pjesëtar të nacionalitetit serb. Në orët e paraditës, përfaqësuesi i Këshillit për mbrojtjen e të drejtave dhe lirive të njeriut në Prishtinë mbajtje një konferencë të improvizuar për shtyp në lokalet e Fakultetit të Mjekësisë. Edhe një situatë e nder në Kosovë, e cila bëhet ngarkesë e re për njerëzit e këtyre trevave, edhe një shqetësim i ri për të gjithë ne, edhe një shkas që i nxjerr në sipërfaqe ndasitë nacionale. Derisa pjesëtarët e Komsisë Shqiptare krejt këtë e shikojnë me rëndqethje e frikë, duke pyetur kush është shkaktari gjithë kësaj, pjesëtarët e nacionaliteteve serbe malazeze dyshojnë se ky është inskenim me prapavi politike. Derisa në skenë të hapur zhvillohen këto ngjarje, organet zyrtare dhe ato profesionale nuk e thanë fjalën e tyre se për çka është këtu fjala, a është helmim dhe çfarë është e aq më pak kush është shkaktari gjithë kësaj. Konziliumi i mjekëve është formuar. Priten rezultatet e analizave dhe këto sot nuk ishin të gatshme, e kush e di se a do t'jenë gati edhe nesër. Shpresojmë se dita e nesërme do të hedhë më shumë dritë në këtë të pamirë, me shpresë që qytetarët e Kosovës, e veçmas ata të Komsisë Shqiptare, do ta kuptojnë peshën e kësaj situate duke u sjellë me maturi e urti, duke u përmbajtur nga çdo demonstrim në rrugë për të mos lejuar që situata të eskalojë me pasoja shumë të rënda që dikush pa dyshim e dëshiron. Rasti i helmimit të nxënësve dhe qytetarëve në disa qendra të Krahinës sot u gjykuan nga shumë organizata, institucione, individ nga mbar Kosova. Punonjësit e shtëpisë së Shëndetit në Podujev vlerësuan se akti i tillë armiqësor, primitiv e vizar paraqet hap drejt shkallëzimit dramatik të krizës, prandaj përpos dënimit të një akti të tillë nga kryesia e Jugosllavisë dhe nga Këshilli Ekzekutiv, të ndërmarrin masa energjike për pengimin e të gjitha akteve kundër njerëzore. Këtë akte gjykoi edhe Dega e Lidhjes Demokratike në Podujev, pavarësisht se kush ishte aktor dhe prej kujt ishte porositur. Protestuan me indinjatë dhe banorët e Keqikollës, studentët e qendrës së shkollimit të lartë në Ferizaj, Këshilli Iniciative Organizatës së Pavarur Rinore të Vranjevcit dhe shumë qytetarë, ente dhe institucione anë kënd Krahinës. Alternativa kosovare në kumtesë të përbashkët, pasi shprehu indinjat lidhur me helmimin e nxënësve dhe qytetarëve, fton qytetarët që të gjejnë forcë për përballimin e vështirësive, të dëshmojnë shkallë të lartë vetdije, të përmbahen prej çfarëdo aktesh hakmarrëse dhe protestën e tyre të arsyeshme ta kthejnë në përcaktueshmëri të paluhatshme për jetë të qetë dhe për demokratizim të mëtejshëm. Duke apeluar që kjo ngjarje të mos shndrohet në shkak të konflikteve ndërnacionale, ata ftuan qytetarët që të angazhohen për normalizim sa më të shpejt të jetës në Kosovë.